Kurban Bajrami, ditë feste për gjithë besimtarët musliman anë mban botës, por edhe për ata që jetojnë në Kosovë. Ne erdhëm në xhaminë e Veternikut në kryeqytet, ku do të zhvillojmë një intervistë me hoxhën e nderuar Resul Rexhepin, i cili ishte edhe sekretar në Bashkinë Islame të Kosovës. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Në këtë fjalë hyrëse, mesazhi juaj për këtë festë të shajt? Sot e tërë bota islame feston festën e Kurban Bajramit. Sot është një ditë shumë e veçuar. Është ditë gëzimi, ditë hareje, ditë kur i madh dhe i vogël i gëzohet kësaj feste, i gëzohet madhështisë që ajo e ka në brendësinë e saj. Sot, gjithandej në botën islame, njerëzit në format të ndryshme, në mënyrat të ndryshme, mundohen me dhënë më të mirën e tyre, në mënyrë që të gëzuar, të madhërojnë të madhin Zot Gjellëshanhu për të mirat që begatit që ju ka dhënë njerëzimit. Ndërkaq, përsa i takon pjesës tjetër të besimtarëve tonë, të njerëzve tonë, të cilat këtë vit kanë zgjedhur të jenë mysafirët e të madhi Zot Gjellëshanhu, ata tashmon në këto momente janë para mbarimit të rregullave, detyrave të cilat ata i ndjejnë dhe i kanë për ta kryer në mënyrë të suksesshme edhe obligimin e haxhit. Në terma praktik, si duhet festohet Bajrami në një familje? Bajrami në shumë familje të botës islame festohet në mënyra më të ndryshme të mundshme. Emëruesi i përbashkët i të gjitha manifestimeve të tilla është dominimi i asaj që ne e quajmë telbie dhe asaj që ne e quajmë tekbire. Domethënë, telbia dhe tekbiri janë të përgjigjem ty o Zot, të përgjigjem. Kurse tekbiri është Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, nuk ka Zot tjetër përveç tij. Kështu që gjatë 4 ditë, duke filluar nga dita e djeshme, dita e ejte, nga namazi i sabahut, e deri në ditën e 4 me ikindi, besimtarët në të gjitha namazet e tyre i përfundojmë namazet me tekbire, duke e madhëruar të madhin Zot Gjellëshanhu, ashtu qysh ai e meriton këtë. Kështu që madhështia e Allahut dhe madhërimi që i bëjnë robët e tij atij, kjo është emëruesi që i përbashkon të gjithë muslimanët me këtë rast. Ekziston edhe një frym harmonie për këtë ditë? Gjithsesi. Është kriter, si shpjegohet kjo? Gjithsesi. Këte e kanë bërë muslimanët, sepse ata duke e ditë vlerën, peshën, fadiletin e kësaj feste, madhështinë e kësaj feste, ata dhe e manifestojnë me këtë rast edhe një dhunti e cila është ajo që i përbashkon të gjithë ata. Ajo e cila është një element që është shumë domethënës, është shumë dominues të njerëzit, të besimtarët, pikërisht në ditët e festës se Kurban Bajramit. Prandaj, kjo është në natyrën e festës të na. E di që nëse kthehemi diku 10 vite pas, kemi qenë shumë të entuziazmuar që të takohemi me familjar, të kalojmë ditën me ta, konsideroni që është venitur pak jo me kalimin e ditën? Paksa po, gjithsesi është venitur pak. Është venitur pak. Na muslimanët e Kosovës, muslimanët shqiptarë në përgjithësi, të Kosovës në veçanti, e kemi pas këtë dhunti. Kemi ditë si me ju gëzue Bajramit, kemi ditë si me manifestue festën e Bajramit. Na pas faljes e namazit, i madh dhe i vogël, meshkujt zakonisht, në xhami, pastaj kemi shkue në për familje dhe i kemi vizitue të afërmit, i kemi vizitue farefisin tonë, dhe sbashku edhe me ata kemi shku derë me derë dhe kemi bërë Bajram, jo kemi uru festen edhe antarëve tjerë të familjeve dhe kështu të gëzuar
e kemi kalu një pjesë të kohës, sidomos ditën e parë, me këte përmbajtje. Kjo kohëve të fundit kam përshtypjen se gjithë po vjen duke u venitur paksa, sikur e ka humbat shkëlqimin që e ka pas ma tepër. Po njerëzit tash ma tepër, po kom frikë me thonë, po letë më lejohet them se sikur ka filluar të ta me undhije ndjenja e materializmit. Edhe nuk i kushtojnë ndoshta atë vëmendje të mahershme, tani edhe nuk e manifestojnë atë. E kjo nuk është në rregull, kjo duhet të kthehet, gjithsesi të kthehet, mirë po do të vazhdoj kështu derisa të rikthehet edhe një herë, edhe mirë, madje edhe mirë. Hoq, sa e hollë është vija mes materializmit dhe shpirtërores? Materializmi dhe shpirtëroria gati janë të thuasht përzira njëna me tjetër, njëna hyrë të tjetra. Ana shpirtërore do të duhej me qenë ajo e cila dominon. Ana shpirtërore është ajo e cila të njeriu e nëzit anën e dobishme, e nëzit që njeriu të jetë sa ma proaktiv, të jetë njeri i dobishëm për vetën e vetë, i dobishëm për familje, i dobishëm për fisin e tij dhe për shoqërinë në përgjithësi. Të them edhe këtë se pejgamberi alayhi salatu vesselam, dhe kjo është vërtetuar historikisht, pasi kaloi në Medinë për të jetuar dhe për të vazhduar misionin e tij të shenjtë në Medinë, aty i gjeti një ditë prej ditësh që njerëzit argëtoheshin mes vetit, tuboheshin grumbuj të ndryshëm, pastaj ata i organizonin disa lojra dhe loznin, sidomos do lojna popullore. I pyeti pejgamberi, pse tha, çka është kjo që po e bën ta? Dikush i tha pejgamberit për të pranishme se këto kanë një fest dhe sot këta po festojnë festën e tyre. Pejgamberi ju tha atyre, këte mo nuk do të festojmë, sepse Zoti këte fest na ka zavendësue me dy festat të tjera. Na ka zavendësue me Fitr Bajramin dhe na ka zavendësue me Kurban Bajramin. Kështu që prej kësaj kohe, prej këtij momenti, që kjo që ka ndodhur gjatë kohës pejgamberit alayhis salam, kemi të bëjmë me fundin e vitit të parë të hijretit të pejgamberit, prej kësaj kohe, muslimanët atëherë e deri më sot e festojnë në mënyrat më të ndryshme, me simbolika të dobishme, edhe e festojnë festën e Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit, e cila ka rastis të jetë sot të na. Në karierën tuaj të gjatë, a keni has në dokumente të dhëna historike që të regojnë për mënyrën se si është festuar Bajrami në kohën e të dërguarit të Zotit? Po, në për librat e sirës, gjithashtu biografisë pejgamberit alayhis salam, këto çështje janë goxha në detaje të shpjeguame. Dhe i kanë përmend njerëzit se pejgamberi alayhis salam, kur ka ardhur momenti i faljes së namazit të Bajramit, e ka bërë tradit që namazi i Bajramit të falet në një, na edhe e quajmë për ndryshe, vend falje, sepse as nuk është xhami, as nuk është mesxhid, po është vend ku falen muslimanët. Nëse më lejoni ta bëj një krahasim sa për me kuptu ma lehtë, ma drejt. Sikundër që sot në Tiranë e falin njerëz ke sheshi në Tiranë, para xhamisë të Mbeut, para baletit aty, sallës e baletit aty ku e falin. Edhe kështu që aty dalin e tubohen. Edhe në kohën e pejgamberit që shtu dilnin në një shesh dhe e falnin Bajramin. Atëherë ka pas pejgamberi alayhi salatu vesselam, e ka pas tradit, e veshte një palto me ngjyrë të kuqe, më mirë atia që e ka pas deri në ato momente. Dhe atë dikush prej Jemenit ja kishte dhurue, një mbret i Jemenit ja kishte dhurue pejgamberit alayhis salam.
Kështu që pejgamberi i veshur bukur, i veshur mirë, ka shkue së bashku me Medinasit, e kanë falë Bajramin, e pastaj edhe që aty më atë rast, me tekbire, me madhërimet e tjera të cilat ja kanë kushtuar të madhi Zot Gjellëshanuhu, e kanë madhënu Zotin në format më të bukura të mundshme. Pastaj pejgamberi a.s. Kur ka qenë koha e Kurban Bajramit, e ka pas tradit që kur janë larguar nga vend falja, që janë shpërndar njerëzit në për shtëpijet e tyre, pejgamberi ka shkuar në shtëpinë e tij dhe i ka thonë Hazreti Aishës, bashkëshortës e tij, o Aishe, eja të therim kurbanet. Pejgamberi zakonisht i ka therë 2 kurbane, 2 desh. Njenin e ka therë për familjen e tij, për veten e vet dhe për familjen e tij. Tjetrin e ka bën jetë për ummetin e tij, për popullin e tij, që i bie që edhe ata që kanë jetuar në kohë të pejgamberit, deri na sot, dhe të gjithë ata besimtarë që do të vinë ma vonë deri në ditë Kiametit, janë pjesëtar në therjen e kurbanit të cilin pejgamberi e ka dedikuar për popullin e tij. Dhe kjo është shumë madhështore. Vërtet dhe parim, Islam është bujaria. Absolut. Njëkohësisht edhe populli shqiptar njihet për bujari. A do thoshit se është një sinkronizim i natyrshëm i fesë islame me karakteristikat e shqiptarëve? Nuk do të thosha që është shumë i natyrshëm ose i bëm rastisht. Jo, mësimet islame janë ato të cilat na kanë mundësue që ne në shpirtin tonë të ndjejmë një kënaqësi të tillë. Kështu që kjo është dritë islame. Kjo është në suazat e të dritës islame janë këto të gërshetuara dhe farë Zotit të lumët na që i kemi këto. Po kur jemi te festa e Kurban Bajramit, më lejo të them edhe këtë se festa e Kurban Bajramit pason ose bëhet kur besimtarët islam e kryen një kusht prej 5 kushteve të fesë islame. E ai është me këtë rast kryerja e haxhit. Meqense se muslimanët dje praktikisht me qëndrimin e tyre në Arafat, me kthimin e tyre nga Arafatin e Muzdelife në Mina, me bërjen e tavafit të ziaretit, tavafi kryesor që bëhet sot ditën e Bajramit, kjo është kulminacioni dhe praktikisht me këtë përfundon edhe kryerja e haxhit. Prandaj është shumë meritore, siç thot pejgamberi a.s., që edhe për këtë dhunti të madhit Zot, na edhe me festue. Prandaj edhe është festa e Kurban Bajramit. Kjo nga një anë dhe nga ana tjetër, festën e Kurban Bajramit e karakterizon në mënyrë të veçantë solidariteti, sakrifica që e bën njeriu për të madhin Zot Gjellëshanuhu. Ju e dini që sakrifica për cilën e kam fjalën, therja e kurbaneve që bëhet me rastin e Kurban Bajramit, është një element fetar i cili rënjet i ka që nga Ibrahimi a.s. i cili e tregoi gatishmërinë e tij, bindjen e tij ndaj Zotit, se ishte në gjendje me flijue më të dashurin e tij për Zotin Gjellëshanuhu. Dhe kur Zoti e pa këmbgulsinë e tij, qëndrimin e tij, aq stoik për me e sakrifikua dhe e vladin e tij, më të dashurin e tij, Zoti Gjellëshanuhu ja dhuroi atij një dash. Ky dash, këtë po e them më tepër për hir të besimtarëve që mund të na ndjekin në këtë ditë Bajrami, nuk është i lindur prej një dele ose prej një si që ndodh zakonisht lindja edhe e kafshëve. Po janë disa shtazë si puna e dashit të Hazreti Ibrahimit, deveja Hazreti Salihut, 2, gjarpëri i Hazreti Musës, 3,
janë të krijuar nga ana të madhe i Zot në mënyrë drejt për drejt. As kanë non, as kanë babë dhe janë që ekzistojnë. Hoxhë nderuam, biseduam për rolin unifikues të Kurban Bajramit. A ka pas këtë rol edhe në kohë lufte në Kosovë? Në kohë lufte ka qenë pak ma shumë. Shumë elemente nuk kemi qenë gjendje, do më thonë, e kom fjallë në përvojën tuaj personale. Patjetër. Në 99-ën, pikrish në kohën e Bajramit, unë kam qenë larg familjes time, më ka rastis të jem në Prishtinë. Dhe mund të them se s'kom pas as Bajram, as se kom ditë kënaqësinë e Bajram, se gjithandej i ka ardhera barut Prishtinës. Kështu që nuk, për ma tepër në lagjën ku kom qenë unë i koncentruat, pa të ndodhë rasti i të ndjerëve Kelmendi, Bajramit me 2 djelët e tij, edhe jemi marrë shumë edhe me ato çështje, me atë rast. Kështu që mund të them që as kemi ditë me përgatit sjell Bajrami, as kemi, edhe në qëse një supë që se e ke bon, të ka metë edhe ajo pa pi, sepse s'kemi pas momente të mira për me i gëzua ato. Shumë njerëzve të Prishtinës, shumë komshive të mi aty, i kanë lënë sofrat me pjata të mbushura në tavolinë, edhe s'kanë mujtë me i hangër. Aqë shumë ka qenë zullumi i madhë, aqë shumë ka qenë, e kemi falë Bajramin në mënyrë si kur e vjedhësh diçka. Shumë shpejt edhe shumë kalimthi, sepse nuk ka pas atmosferë Bajrami. Atmosfera ka qenë qyshme alternativa. Në për xhamia kemi falë, diku ku kemi mujtë. Jo në të gjitha xhamiat. Në për xhamiat ma periferike ka pak, je i munduar me e falë, po ka qenë e pa mundur. Po aty ku kemi mujtë, disi e kemi, ashtë sa mja plësu kushtet elementare të cilat i kërkon falja një namazit Bajramit. Aqë, ma tepër kemi itë me njëherë në për shtëpia tona, aty ku kemi mujtë në fakt. A ka qenë kështu gjatë gjithë periudhës së ishtë sistemi? Jo, sidomos, nuk ka qenë gjithë, po kjo është sidomos në vitin, ditët ma pikante të vitin 1999. Edhe 98 nuk ka qenë deri në qëtë nivel. Në Prishtinë nuk ka qenë. Ka mujtë me qenë diku tjetër, në veçantin në Drenicë, po jo dhe në qytetë në Prishtinë. Prishtina ka pas përbërje etnike tjetër. Po. A ka pas mirë kuptim? Shumë ka pas mirë kuptim, shumë ka pas solidaritet. Çka ti ke thonë vllau tënd? Çka ti ke thonë? A ke nevojë për bukë, a ke nevojë për palto, a ke nevojë për nxemje, a ke nevojë për ftofje, çka do që ti ke thonë, gjithçka ka qenë, e ka hek njëri paltën ta ka dhënë. Aq ka qenë solidariteti në maksimumin e mundshëm. Edhe me etni të tjera. Ma shumë nuk di ku shkojmë. Edhe me etni të tjera. Jo, me etni të tjera, me serb nuk kemi guzuar, nuk kemi mujtë. S'kemi mujtë, s'kemi pas edhe mënyra qysh me komuniku me ta. Sepse ata kanë qenë ashtë perfid, sa që në një vend caktuar të ka për qafe. E ai vetë ka shku pastaj në lagjën tjetër edhe ka bërë krime pa hesab. Dhe nga ajo në lagjën tjetër ka ardhur dikush te na, edhe ai ka bërë krime sa çka mujt. Domethënë ka qenë storje të cilën edhe armikut më të mëdh nuk kisha dashur ai me pa, me reprizue atë që e kemi përjetuar na në lëkurën tonë. Megjithatë, edhe në çato rrethana, edhe në ato kushte, nëse mund të themi kushte, megjithatë ne jemi munduar spaku atë minimumin me e bë që elementet e zonin mos me nal kur. Se kemi ditë që Zoti përmes e zonit neve dhe na ndihmon. Nuk është ndalë zonin as në kur s'është ndalë zonin. Kur se kemi ndalë zonin. E kemi thirrë edhe jashtë shtëpive, edhe jashtë xhamive e kemi thirrë zonin, vetëm me e ditë që këtu ka zonë. Prandaj këto janë elemente që i kemi përjetuar. Synojmë të kthy shumë rapa në kohë. A e mban mend herën e parë kur ke shku me fal Bajramin? Shumë e ka gjithmonë e marr në mend edhe po tregoj që atë natën e Bajramit
as që kam mujt me flejt, as që kam mujt me imaginue për gëzimit që nesër kam me shku me babën tim në xhami. Ato ka qenë ditë e shënuar për mua, ato e marë, unë edhe vdesë se harroj atë moment, se harroj atë ditë. Si ishte ajo ditë, si e ka edhe, ditë? por na si fëmijë, jemi gëzuar shumë që është kohë e Bajramit, është kohë, atëherë marë në mend, baba një javë ditë për para, e ka blejë diku një dash, e kemi marë, e kemi shiqua të shtëpia, e kemi këqyë, i kemi qitë me hangare, me pije, madje deri në bezdisi, e kemi mërzit ato, aq shumë të nëjtë për mi kryu dashin. Vetëm, e kur ka ardhë mandej në momenti, unë e marë në mend, jo bash shkele shko, po baba ndjes pas, aj me një marhamja, më byllë ke syt, më thoshte mu, shko baba jepi pak ujë, le të pije pak ujë. Edhe e mershim, e qojshim, me kujdes e rëzojshim për toke, e venshim në anën e majt, mënyrë që me anën e djathë, e këthenim ka kiblja, drejtim të kiblës, edhe mandena me një thikë të mprehtë mirë, pa thikën, baba e më shifë të thikën. Edhe i thoi ke njenit prej atyri, se vetë nuk kemi qenë që therim shumë. E ja ip ke njenin një këshis, ja i merke, ja hishke kokën, mandej ato eshnat e qka mërshim e qelnim një grop, edhe i groposnim ato, i mbulonim mirë, aq sa edhe qentë mos mund me i marë eshnat e lëkurën për... Ajo ka qenë një ceremoni. Mandej nona rahmet pas, e merte mishin e ndarë të pjesë, edhe më thoshte, shko bab, nona qoja, sa e familja, qoja dajve, qoja agjës, qoja... Edhe qështu, e kemi nda kurbanin, nga njëherë kanë me diçka dhe për familje, po edhe në disa raste dhe shumë pak nga kanë ngellë ne për familje, sepse baba, nona kishim mërak, sa ma shumë më shpërnda. Hoxh, jemi krejt në fund një fjalë për mbyllëse prej teje. Bajrami është fest e cila jo vetëm që din me na gëzue neve, po Bajrami troket në ndërgjegjen tonë, dhe si kur në atërheq vretjen se bëhuni solidar, bëhuni gjumert, bëhuni bujar, dhuroni sa ma shumë, tregoni mirësinë tuaj. Njeriu në varë e merë vetëm atë që e jep në këtë botë, jo atë që e merë. Ajo që merë ngell në këtë dynja. Në vorë ke me marë vetëm atë që e ke dhanë. Ajo ka me të ardhë në vorë. Atë Zoti s'ta humbë kur. Prandaj, ndash me i garantu vetës tënde, selamet, shpëtim e kënaqësi, jep sa ma shumë. Zoti i don ata që japin. Zoti i shpërblin ata që japin. Kjo është ajo simbolika, do thoja, karakteristika kryesore e Kurban Bajramit. Është mirë që besimtarët tanë gjatë këtyre 5 ditëve të Bajramit sa ma shumë të vizitojnë të afërm të tyre, të i gëzojnë fëmijët, qoftë me 50 cent, me 1 euro, me 2 euro, ma është sa ka mundësi. Me ndoni sheqerk, me ndoni bonbon, me diçka. Ata tjerë sa ma solidarë me zvete. Kurbanin të ndajnë me sa ma shumë familje. Se vetëm atëherë kurbani e ka kuptimin e vetë të plot. Shpresoj që kjo ndërgjegje që po them, e cila troket në veçanti gjatë ditëve të Bajramit, kjo neve dhe ma shumë të në arris solidaritetin, të në arris bamirësin. Fundja, bamirësia e njerit është ajo e cila e afron njerin të Zoti dhe e largon atë nga Zoti. Shpresojmë të Zotit na afroj sa ma shumë në fundja, as mishi i kurbanit, as gjaku i kurbanit nuk arrin të Zoti. Të Zoti Gjellëshanuhu arrin vetëm devotshmëria juaj që e keni në raport me të madhin Zot Gjellëshanuhu. Vetëm për kushtimi juaj në Islam,
përkushtimi juaj në fe, përkushtimi juaj me Zotin dhe me pejgamberin alayhis salam është ajo e cila neve na bën njerëz me plot kuptimin e fjalës. O gjënderum, faleminderit shumë për kohën, kënaqësi me realizu këtë intervistë. Faleminderit juve për mundësinë që ma keni dhënë. Kaq nga kjo intervistë.